i pandehuri Muhamet Haradinaj lirohet nga akuza. Gjykata vlerësoi se i pandehuri nuk ka pasur për qëllim nxitjen e urrëties apo mosdorimit kombëtar apo fetar. Është liruar nga këtë akuzë profesori i gjuhës angleze Muhamet Haradinaj, pasi që i njëjti akuzohet nga Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës për kryerjen e veprës penale nxitje e përçarjes dhe mosdorim. Sipas prokurisë, kjo vepër ishte kryer me 27 nëntor 2024, ku profesori akuzohej se kishte hedhur në shportin e mbeturinave plisin dhe flamurin kombëtar. Vendimi u dha sot në Departamentin Special të Gjykatës Themelore të Prishtinës nga kryetari i trupit gjykues Leon Përlaska. Trupi gjykues Njezeri në emër të popullit merr këtë aktgjykim. I pandehuri Muhamet Haradinaj me të dhënat si shkresat e lëndës lirohet nga akuza në lidhje me dyshimin se me datë 27/11/2024 rreth orës 8 në objektin e shkollës fillore të mesme të Ul Xhemail Mustafa në Prishtinë, duke vepruar në cilësinë zyrtare si arsimtar i gjuhës angleze, me qëllim të nxitjes së urrëties, përçarjes dhe mosdorimit midis grupeve kombëtare etnike fetare në Kosovë, ka ndërmarrë veprime konkrete në atë mënyrë që sapo ka hyrë në klasën 6A4 dhe i përballur me pamjen dhe simbolet kombëtare shqiptare që nxënësit kishin veshur me rastin e festës së flamurit kombëtar shqiptar, i pandehuri për shkak të bindjeve të tij fetare, të cilat i ka shprehur edhe me parën e pranitë të nxënësve, ka marrë flamurin kuqezi dhe plisin dhe përkundër kundërshtimeve të nxënësve i ka hedhur në shportin e mbeturinave, si dhe ka larguar nga ora mësimore një nxënëse, e cila mbante këto simbole kombëtare me qëllim të pjesëmarrjes në programin festiv të organizuar nga shkolla në ditën e flamurit. Pra, kjo është që u lezu është vepra penale për cilën është liru i pandehuri. Muni më ul, gjykata jep një arsyetim shkurt sa i përket këtij vendimi, kur vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sa i përket vendimit për fajësim, gjykata u mbështet në provat e administruara në shërtim gjyqësor, dhe atë në tekst të veçantë në dëshmitë e dëshmitarëve Fatos Berisha dhe Margareta Shaboni, si dhe në mbrojtjen e dhënë nga i pandehuri Muhamet Haradinaj, të cilat deklarime dhanë shpjegime të detajuara në lidhje me ngjarjen e përshkruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Trupi gjykues gjatë këshillimit dhe votimit, në mënyrë të veçantë analizoi aspektin subjektiv të veprimeve të kryerësit në kontekst të veprës penale e cila vihet në barë, pasi që veprimet objektive përkatësisht ekzistencën e ngjarjes nuk e mohoi as vetë i pandehuri. Mirëpo, gjykata vlerësoi se i pandehuri nuk ka pasur për qëllim nxitjen e urrëties apo mosdorimit kombëtar apo fetar, por se veprimet e të pandehurit kanë rrjedhur si reakcion i situatës së tensionuar të krijuar në klasë ndërmjet mësimdhënësit dhe nxënësve. Andaj, si të tilla, këto veprime nuk i përmbushin elementet e veprës penale për të cilën i pandehuri u lirua nga akuza. I pandehuri në këtë rast nuk ka pas qëllim nxitjen e urrëties, ka vepruar në reakcion edhe ka vepruar si pasojë e situatës që është krijuar në klasë ndërmjet tillë nxënësave.